pra thash, nga forca më izoluar e Europës, me 7 rezoluta është forca e akta akuzave më të rënda ndaj regjimit të Tiranës. Më përkrahu. Ndaj dhe garantoj se në qoftë se Partia Demokratike nuk do kishte mbrojtur parimet e drejta që mbrojti, do ishte atje në thellësitë e izolimit ku e vendosën në mënyrën më të padrejtë. Garantoj se në qoftë se nuk do verifikoheshin drejtuesit e gjitha këtyre partive së përsi për kur të damkostin e Diramën, të damkostin Shqipëri si narkoshtetet e parë dhe vetëm në Europë. Nuk e bënin këta ata. Jo. Nuk kanë bërë ata për hir të salibërisë kurte. Por, së fundi, si repat ju, e shpall rrezik për Europën, rezoluta e IDU-s. Rrezik për Europën, për sigurinë e Europës. Fatmirësisht, qeveria e Shteteve të Bashkuara po tregon ndjeshmëri. Administrata Trump po tregon ndjeshmëri ndaj këtij faktorit të tmerrshëm që është droga, që po shkatron qenien e shqiptarëve. Pra, parimet janë respektuar, do respektohen dhe besoj, pavarësisht nga propaganda e neveritshme, turpshme, që bëhet kundër saj nga mediat e kontrolluar nga qeveria, por në këto kushte të paktën vendi ka një opozit të vërtet. Një opozit që e kontrollojnë antarët e saj, e votojnë antarët e saj dhe jo tjetër kush. Zotë Berisha, kam dy pyetje lidhur me zhvillimet e reja nga drejtësia. E para, ish presidenti i Republikës Bamir Topi është thirrur për të dëshmuar për 21 janarin. Ai bëhet i treti që dëshmon tashmë në prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Kujtojmë këtu se ju e keni akuzuar për puçist Bamir Topin. A keni një koment për thirrjen e tij për dëshmi? Tani, a mund të shkosh të pyesish atje zotin Topi, se këtu nuk jam në një konferencë, jam për çështje krejt tjera. Po, tjetër. Ditën e sotshme, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka votuar me 11 vota pro, unanimisht, propozimin e Komisionit të SPAK për të zgjedhur Joni Ketën në krye të Byros Kombëtare të Hetimit. Procedurë normale, personin unë nuk kam asnjë njohuri për të dhe kam një ligj dhe një rregull. Për personat që nuk i njoh, nuk flas kurrë. Nuk kam asnjë lloj njohësie, po as edhe ndonjë po të bëj një check-up në këtë arkiven time digjitale, ai nuk del këtu. Nuk kam. Aktivitet normal. Osman Stafa, News 24. Zotë Berisha, ditën e sotme në Komisionin e Ligjeve është duke u diskutuar sa i takon avokatit të popullit, ku Partia Socialiste deklaron se ka ndalë 6 kandidatura edhe me votat e demokratëve, ndërkohë deputetët e Partisë Demokratike sot deklarojnë se janë tërhequr nga votat. Dhe një pyetje sa i takon kësaj është një nga kandidatët që ju keni ngulur këmbë për ta votuar në Kuvendin e Shqipërisë është Besim Ndrejgjoni. Do i qëndroni këtij propozimi për ta çuar deri në fund apo keni ndryshuar plane? Narkomajoranca ka bërë një lojë të turpshme me këtë, por ne kemi ndjekur. Ne kemi qenë të bindur në intrigat dhe banalitetin e tyre. Në qoftë se ju kujtohet, në një nga ditët po këtu, tavla Toyota Yaris, me shumë mbiemra, informoj se atë ja kemi lanë opozicë. Është kështu apo jo?
dhe unë thash ju, sa ata do pendohen. Dhe tani të regojnë se do pendohen, u pendur. Mund të imagjinoni këtë? Opozita ka tërheqë të gjitha firmat për kandidatura tjera përveç kandidaturave të përzgjedhura vetë. Të cilat janë Besim Rëgjoni, Adriana Kalaja, Jola Hysaj, Aranita Braja, Haluci, 5 u bëna po 6, janë 6 nga Dardan Mustafaj. Këta janë kandidaturat tona. Tani çfarë bën sot? Sot futën kandidaturën e tyre, i cilin kuadrin e 27 kandidaturëve kishte marrë firmat, por ne i tërhoqëm firmat. Dhe Uluzim Manja thotë se nuk njoh tao. Me Uluzim nuk njohim tërheqjen e firmave. Arrin gjerë në këtë deklarat të turpshme për të nxjerrë atë që thotë Edi Rama, kështu që ne tërhiqemi totalisht nga procesi. Ne nuk jemi më palë në procesin e zgjedhjes avokatit popullit. Kjo është histori e turpshme e Edi Ramës, që u përpoq, por absolutisht ne në një fars nuk marrim pjesë. Qoftë se ja lanë Partisë Demokratike, ne u treguam të arsyeshëm, ne nuk thamë ose ky, ose asnjë tjetër, ne paraqitëm disa kandidatura, ata shtuan kandidaturat e tyre. Shtuan kandidaturën e tyre. Është Enri Shabani. Kaq. Ne, Partia Demokratike, tërhiqet nga procesi. Partia Demokratike nuk merr pjesë në proces. Kjo është një turp i tyre. Para 4 ditë, siç e dini ju, deklaruan që do ta ketë jalam opozicë, jalam Partisë Demokratike. Dhe tani thonë nuk njohim tërheqjen e firmave. Firmat janë tërhequra dhe ne nuk marrim pjesë në proces. Nga këto 6 emra që ju keni propozuar për Partinë Demokratike, cili mendoni se do duhet jetë avokati i popullit, nëse do të ketë një ndryshim të situatës? Gjersa ne kemi zgjedhur këta, natyrisht se cili prej tyre ka besimin tonë. Por në renditje është Besim Rëgjoni i cili është paraqitur për votim në Parlamentin e Shkruar, siç e dini ju. I ketë bën një check-up të seancës. Është Adriana Kalaja, që plotëson çdo kriter për të qenë. Është Jola Hysaj, një ere me energji të madhe në këtë fushë, e vendosur për drejtat e njerëzit. Është Aranita Braja, janë dhe Zoti Haluci dhe Dardan Mustafa. Pra ne kemi kandidatura shumë të mira. Shumë të mira. Do e bojkotoni votimin e tejtës për avokatin e popullit? Do e bojkotoni? Sigurisht, ne s'marrim pjesë në votim fars. Jo. S'ka diskutim. Kjo që bën është një akt i ulët primitiv i Edi Ramës. Tregon tolerancën e tij zero. Dhe do vej një person që opozita që s'ka si lidhje me opozitën. Jo. Kemi sinqert. Pyetje tjetër. Ju falenderoj.